A është koha për një model të ri për bujqësinë, duke qenë se për gjitha problematikat që ka nevojë ndoshta për një fushatë të re, për të regjistruar, për të formalizuar, çfarë duhet bërë në gjykimin tënd? Atëherë është para shumë kohësh u shtri formula të themi e kthimit në një organizim të brendshëm të vetë bujqëve, blegtorët gjëra pra në formën të themi e kooperativave të famshme, e cila nga njëra anë u keq interpretua ndoshta, por mendoj që pikërisht grupimi është ajo që tregon forcën dhe mendoj që do ishte forma më e mirë. Do të sillte përfitime. Do të sillte përfitime. Nga ana tjetër, shqiptari ka dhe zakon të duhet të them edhe këtë që pse mendove ti, unë nuk e bëj sepse nuk duhet të isha unë për atë. Është vështirë të punoj në grup. Vështirë të punoj në grup, por mendoj që në vetvetet ata duhet të ndjesohen, pra të kuptojnë, të ndërgjegjësohen radh parë, që duhet patjetër një prodhim i qëndrueshëm, duhet absolutisht edhe mbështetje e qeverisë për ata, por e para është e rëndësishme që ato të tregojnë çfarë duan të bëjnë dhe si duan ta bëjnë, dhe absolutisht nga ana tjetër duhet të jetë edhe qeveria që duhet t'i mbështesë dhe t'i suportojë kjo. Po në këtë situatë ku përmbytjet duket se janë të shpeshta edhe për vendet e rajonit janë të prekura edhe po vazhdon situata në Itali, për shembull lajmet vazhdojnë për situatë emergjente, po a duhet Shqipëria të ketë një paketë të gatshme për situatë të tillë, për të paktën për bizneset apo zonat që rrezikojnë më shumë? Për ta paraprirë se çfarë do ndodhë, si do të procedohet, si bëhet vlerësimi e të tjerë. E lehtëson kjo situatën sadopak? E lehtëson, por mos harrojmë Shqipëria ka prodhimi i saj brendshëm bruto është rritur goxha dhe ka rritur gati, domthonë është katërfishuar, por nuk e kalon as 16 miliardëshin, kështu që domthonë kjo shifër që ato kanë ndarë, siç e përmendët edhe ju, në rreth 1 miliard. Besoj që edhe po ta shohim në aspektin ligjor, është në normat dhe në detyrimet që qeveria shqiptare duhet të ketë. Pra, atëherë lind pyetja, duhet që këtë kuotë ta shtojë? Absolutisht po. Por nga ana tjetër, mos harrojmë që kemi dhe hapjen e kapitujve, kemi edhe koste të tjera, siç u përmend edhe fakti tashmë edhe intermedi që kanë ngel ndoshta disa banesa për tu sistemuar. Nga ana tjetër kemi edhe risistemimin e banesave të vjetra që duan në një farë mënyrë vendosur vënë në normë, sepse janë shumë amortizuar. Pra Shqipëria, si edhe një familje e madhe, ka shumë vrimë ku duhet të mbush edhe hajde të diskutojmë bashkërisht kush është nga këto që është më emergjente. Emergjente për tani. Ky është realiteti jonë. Ju thash pak më përpara, në shumë vite, në për shumë fushata, gjëja që kërkonin banorët ishte mashtroni rrugën. Sot tashmë kjo, të themi, kjo ëndër po fillon të plotësohet sepse shumë gjëra janë bërë dhe akoma vazhdon në disa zona. Mbaron ajo gjë, thotë, më bëj kanalizimet, do mbaroj ajo, thotë, më bëj edhe ndriçimin. Po rruga duhet bërë por që janë në fund të ditës detyrim. Përsëris është një detyrim i qeverisë, por të gjitha brenda një dite nuk bëhen dhe të gjitha nuk kemi atë fuqi ekonomike që të bëjmë të gjitha së bashku. Si e mendon? A mund të bëjnë të gjitha apo ne jemi shumë vonuar dhe nganjëherë, domethënë sinqerisht edhe për dëgjuesit që na dëgjojnë, ndoshta mund mendojnë çfarë po flasin, ku jetojmë në